muzeum, për cilën përshkojmë e vizitojmë ne si shok, i gjarat vjetra, sigurisht qindra vjeçare, disa gjana. Makinë shumë e vogël, vërtet. Që të krijuam një ide se sa vogël është kjo makinë, ja shikoni se sa të mëdha janë këto tjerat. Krahasoni. Kjo makinë është e vitit 1963 dhe është Mazda R3 Coupe. Ka një historik të vetin, po sigurisht. Këtu janë makina shumë të vjetra, të cilin i shoku këtu i ka grumullu edhe ka kriju një muzeum. Futja për të rritur është $8, ndërsa për ne që jemi pensionista është $6. Kjo makina që shikoni këtu është e vitit 1927, është Cadillac, model 2-door sedan. Me makina të mrekullueshme, të mahnishme, për të cilat kurse e ka marrë mekanikun. Ky mekaniku po metet i mahnitur nga bukuria e makinave të vjetra dhe sa mirë thoni pas kanë rujt, edhe kemi pas edhe ne në Shqipëri, tregon në rast të ky që i ka pa me sytë e vet, po ne shqiptarët i kemi shkatru. Edhe njëni Unë e kam ale koma eksiston. Ky e ka, po Shqyqyri Pashalaj ka shtu që i ka pa me sytë e vet. Kjo këtu është një kamionçin, quhet Morris, është e vitit 1949, edhe quhet Trak LC3, e kanë përdor shatart, e kanë përdor për me bajt perimet. Kjo është modeli vitit 1929, Ford, kurse Mikeli tregon që të njëjtën gjë si kjo që quhet Essex e vitit 1927, të njëjtën modele ka edhe Mikeli. Këtu kena makina tjera që janë vërtet shumë të bukura. Kjo është e vitit 1930, Buick. Edhe kjo këtu është e vitit 1938, Buick. Buick. Si që shikoni këtu, Ivoja ka dalë foto me këtë shoqen, Zoj Grujet, po qa t'i bajmë? Ky shoku këtu ka vunë muzeum edhe si kanë qenë modelet e këtyne tramvajeve që shetisin mrena për mrena Portlandit. Ky ka rujt dhe shumë bukur, ka ba një, këtu kena radiatorët e ndryshme të këtyne makinave. Ja dhe i vagon tjetër e kësaj. Gjë shumë e bukur për të cilët janë levertis ta shikojmë këtë muzeum, sepse nuk është se ne vim për çdo herë këtu, por të paktën kur vim i herë shikojmë. Ja, këtu shoku ka marrë ka rujt edhe një lokomotiv me avull, e cila, si me thënë, është vërtet e vjetër. Nuk e ka të shkruar këtu, po shikojmë e cilit vit është. Në shënimet që ka bërë ky shoku, është
nuk e tregon vitin, po është si më thënë e prum nga Anglia. Vërtet, gjana shumë bukra. Suvorovi i ka shikuar me vëmendje gjitha këto dhe i pëlqen, se i kujtojnë mallin e gjanave të çelikta e të fuqishme që ka pasur edhe ky vet si kapiten në një luftarake. Këtu janë traktor të vegjël që i kanë përdorur në ato kohra me punu tokën. Ja, kjo këtu është e vitit 1908, edhe këtu ka shënu dhe emrin se kush e ka pas, si me thanë, pronari, dhe në emrin të pronarit i ka vu edhe emrin e makinës, që quhet Harold Packow. Jashtëzakonisht bukur. Këtu është një nga makinat që është përdor në garat e makinave 8 cilindërshe, dhe me numër 43 ka qenë Shannons, dhe driver ka qenë Mick Wilson. Si që shikoni, shoku ka rujt jashtëzakonisht bukur, çdo pjesë, çdo detal. Tashti këtu është Lance Bulldog ose traktor, një traktor, si më thënë, me rrota. Kemi pas një debat me një shok që ka thënë që Shqipëria ka prodhuar traktorin me zinxhir në një kohë kur bota, si më thënë, kishte filluar me prodhu traktorin me rrota. Ja pra, ky traktor me rrota, unë nuk ka prisha shokut, sepse unë kisha lexuar diçka. Ky traktor me rrota është prodhuar gomet, është prodhuar qysh në vitin 1939, dhe nuk është vërtet që shkenca e prodhimit makinave e traktoreve me rrota u bë, si më thënë, masi u shpik traktori shqiptar me zinxhir. Tu është një tjetër traktor, po prap me rrota, është e vitit 1953, edhe quhet John Deere, modeli është R diesel, që punon me naftë. Këtu kena makinat të tjera, sigurisht të vjetra edhe të bukura, për të cilat brava i qoftë pronarit, se i ka rujt vërtet me neshe. Këto kanë qenë makinat e para të garave, me numri 71 këtu. Makina jashtëzakonisht të rujtë në gjendje të mirë, edhe bravo i qoftë pronarit. Këtu kemi një makinë Dodge të vitit 1920, sikur shikoni këtu edhe stemën, sigurisht që është makinë që e ka prodhuar në Qifut. Dhe kurse këtu kemi makinën e vitit 1919, quhet Overland Roadster modeli 4. Kjo i takon sigurisht viteve pak më moderne, është e vitit është Ford Cortina modeli MK2. Kam mungu këtu, dikush e ka ble, sepse zakonisht këto shiten shumë shtrenjtë edhe kalojnë $100 sa $1000, se ke shumë njerëz që i preferojnë. Ndërsa makina që shikoni këtu është MG, që është magnete e vitit 1958, sigurisht në ata kona ka bë buj si makinë moderne edhe luksoze. Kurse këtu është e vitit 1962, quhet Volkswagen, modeli 2480, jashtëzakonisht makinë e bukur, kuptohet për ato kona që konsiderohen makina moderne. Dhe tani me shok e me shoqni, ne po bëjmë disa foto